Do të blesh një tokë në Shqipëri, bëj kujdes, këto janë 5 problemet më serioze, të cilat mund të përballesh dhe që duhet i kontrollosh patjetër para se të firmosësh. Mbivendosja e pronës. Toka mund të rezultojë mbivendosur me një pronë tjetër. 2. Problemi me titullin e pronësisë. Dokumentet mund të jenë të pavlefshme, të kontestuara ose të falsifikuara. Kufit kadastral. Kufit në hartë mund të mos përputhen me gjendjen reale në terren. Barra dhe proceset gjyqësore. Prona mund të jetë e sekuestruar, e hipotekuar ose në konflikt gjyqësor. 5. Mos përputhja e sipërfaqes. Sipërfaqja në dokumente mund të mos jetë e njëjtë me atë që po blen realisht. Mos u mjafto vetëm me certifikatën e pronësisë. Një kontroll i plot juridik para blerjes mund të kursejë vite procese dhe mijëra euro. Na shkruaj tokë në komente dhe do të tregoj çfarë duhet të verifikosh para se të blesh diçka.